lëvizje të bjerë dhe kauza e Partisë Demokratike për farsën nëse do rezultoj që brenda opozitës ka lëvizje votash për kandidatët dhe farsat jetë bërë nga vetë opozita, avokat? Do të kemi parasysh diçka. Numërimi i votave bëhet nga partitë politike, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Partia Social-Demokrate që kanë komisioner tek tavolina e numërimit. Në rast se është bërë diçka, është bërë në formën e bashkëpunimit. Pra nuk mundet që të kemi numëruesit dhe njëri numërues të ketë bashkëpunuar me tjetrin, pra të njëjtit subjekt dhe nga pala tjetër, pra nga ana Partisë Socialiste dhe Partia Social-Demokrate, mos të kemi formën e bashkëpunimit. Në rast se kemi të bëjmë me transferimin e votave brenda subjekt të njëjtit garues, do të thotë që kemi të bëjmë me një vepër penale, tjetërsimin e votës, dhe përveç kësaj ndjekje penale të 4 komisionerëve të cilët kanë numëruar votat dhe kanë shënuar proces verbalin në shkelje të ligjit. Pra nuk mendoj se kemi të bëjmë me një vetëm autor, po kemi të bëjmë në formën e bashkëpunimit. Në rast se në këto kutitë e votimit do të hapen dhe del që shumica e rezultatit është ashtu siç është edhe kemi parë të gjithë në këtë kohë, në këtë periudhë, normalisht duket qartë që gjithë farsa zgjedhore që Partia Demokratike thotë përtej kutive të votimit kanë ndodhur para se qytetarët shkojnë dhe drejtohet kutive të votimit të votojë të ushtrojë të drejtën e tij. Gjithashtu kemi thënë që për mua ata të cilët kanë votuar janë edhe sharra dhe tufina, parcela të cilat ndodhen edhe në vende të tjera të qarqeve të tjera në Shqipëri. Pra është e pamundur të votojnë 42% të popullsisë dhe është edhe pamundur të kemi 42%, 47% Partia Socialiste të jetë subjekti i parë në këtë zgjedhje. Pra për mua do të thotë që kemi të bëjmë me një sistem zgjedhor, mos ta ngatrojmë me kodin zgjedhor. Kod zgjedhor është gjë tjetër, sistemi zgjedhor i llogaritjes dhe përllogaritjes që është formula zgjedhore është e qëllimt e tillë dhe është lënë e tillë nga zoti Ert Bylikbashi, i cili është kryefajtori kryesor, sepse është negociuesi gjithmonë me Partinë Socialiste për sa i përket formulës së numërimit dhe përllogaritjes së votave. Zoti Ert Bylikbashi duhet të japi dorëheqjen edhe sikur të dali rezultati që do të fitojë një mandat apo 2 mandate Partia Demokratike në rast se kemi të bëjmë me farsë zgjedhore. Por duke qenë se Partia Demokratike nuk ka filluar akoma analizën e qartë brenda vetes dhe mbetet akoma si një ndër faktorët që fajin e ka tjetri dhe përgjegjësia nuk gjendet brenda dhojit, normalisht çdo rezultat që mund të dalë nga këto numërime sigurisht që ka një fajtor dhe fajtori gjithmonë është populli, i cili çfarë faj ka? Faj ka që i dëgjon këta njerëz të cilët gjithmonë bën viktimën dhe autorin në të njëjtën kohë, ndërkohë janë autorët e vërtet të një masakre të madhe të sistemit demokracisë të zhvillimit të këtij vendi. Avokat, po nëse do rezultojë me ndryshime thelbësore, pra hapja e kutive, mund ta vërë në dyshim legitimitetin e procesit të zgjedhjeve në tërësi? Në rast se zgjedhjet nuk shpallen të pavlefshme, s'ka pse të cenoj legitimitetin e zgjedhjeve. Duhet të bëjmë një krahasim legitimiteti i zgjedhjeve politike, pra legitimitet politik, pra deklarat politike dhe legitimitet juridik që nuk kupton pavlefshmërinë e zgjedhjeve në aspektin juridik. Ka një diferencë, ose më ka shumë diferencë. Pra, në rast se themi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dalin në shtator dhe thonë ne nuk e njohim qeverinë Rama, normalisht ky si një deklarim është një deklarim politik dhe jo juridik. Pastaj është në kapacitetin ose më mirë në kompetencën e zotit Rama që të pranoj apo jo që të ushtroj detyrën e kryeministrit pavarësisht se ka 83 mandate. Në aspektin juridik, në rast se ka si nesër del në një ankesë të një subjekti dhe thotë që unë shpall zgjedhjet e pjesshme
për sa i përket 1, 2, 3 qarqeve të pavlefshëm për shkak se rezulton 1, 2, 3, 4 probleme të cilët janë në kundërshtim me ligjin, atëherë po, mundet të kemi një mënyrë të tillë, po vetëm ligjore. Pra, tek ligji është e sigurt që duhet zbatohet ligji, ndërsa te aspekti politik është atëherë kur subjekti vet e pranon që të nështrohet një deklarimit politik që të mos të legjitimoj këto zgjedhje dhe të thotë do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme.